jemi pra bashk. Kur i referohemi zanafillës, të gjithë mendojmë Adami dhe Evën, njerëzit e parë, të cilët patën fatin të jetonin me Zotin, ato që kërkojmë ne të gjithë, sidomos kush e dyshon atë. Kur mendojmë kopshtin e Edenit, i referohemi bekimit që patën dhe mallkimit që zgjodhën dy të parët me anë të krijimit të mëkatit parësor. Çdo kush që mendon evolucionin nuk di të lexojë mjaftueshëm se ajo që u zbulua me vitet nuk ishte e panjohur për brezat që jetuan më parë. Madje, sipas zbulimeve të Adrian Nurit, gjithçka që kalojmë sot u ngjiz që në atë çift të ri pas një dallim përveç kushteve të jetesës. Dua ta nis kështu këtë bisedë me një ndër mendjet më të bukura të Edenit ton të sotëm. Në kopshtin ku rriten sa kaq, lloje soj bimësh, lulëzon gjithë farë mëkati, ka rënë çdo e mirë dhe e keqe bashkë si udhëtare dhe ngjizen të njëjta dilema qendësore, si për shembull, kush është i miri e kush i keqi në realitetin ton. Faleminderit profesor Fuga që gjetët kohë të ishit me mua sonte. Faleminderit jush. Profesor, ju jo më kot jeni shpallur si autori i librit më të mirë të vitit që lan pas, me një ribotim në kohë rekord të dytë të tij. Keni kaq shumë libra të tjerë, aq domethënës, që hyjnë në thelbin e filozofisë jetësore për mbi të gjitha neve si komb. Keni kaq shumë njohje ndër elita dhe ndër persona me pushtet që mund t'ju dhuronin juve një jetë shumë herë më të begatë, më pompoze, më të dukshme për pjesën tjetër. Dhe prap, në çdo dalje tuajën, në çdo filozofi që mbillni në këtë tokë arbërore, ju jeni me ata që e ndjen veten të humbur dhe të pa arritur. Pse? Faleminderit edhe një herë, jam shumë i lumtur që ndodhemi në këtë dialog së bashku. Për sa i përket pyetjes tuaj, desha të them që duhet mendojmë diçka, që pa popullin, pa qytetarin, nuk mund të ketë Shqipëri. Nuk mund të ketë as biznes, nuk mund të ketë as institucione. Prandaj, në këtë botë globale, sidomos në këtë botë globale, detyra më e parë e një shteti është edhe një qeverisje është ruaj kompaktësinë e popullsisë të asaj shoqërie që ai shërben, në këtë rast shqiptar. Në këto kushte të globalizimit, pse? Sepse për herë të parë në histori, në mënyrë kaq të lehtë dhe masive, kufijt janë zbeur. Distancat janë bërë të vogla. Komunikimi i kulturave është bërë tepër intensiv në formë masive dhe ndodh ajo që në filozofinë politike konsiderohet si gjëja më e rëndë për një shtet kur qytetari prish kontratën me shtetin. Çfarë do të thotë të prishi kontratën me shtetin? Ka një prishje e cila është më e moderuar, pra largohet nga territori dhe ikën në një territor tjetër ku ka të bëjë me ligjet e një vendi tjetër dhe i nështrohet ligjeve të vendit tjetër, por ka edhe një prishje kontrate më themelore, merr në shtetësinë e një shteti tjetër, bile ka edhe një më tutje akoma kur të marrë në shtetësinë e një shteti tjetër, në shtetësinë shqiptare fare. Që nga lashtësia në mendimin filozofik politik, kjo konsiderohet si gjëja më e vështirë, më e rëndë që mund të ndodhi një kombi. Pra, në qoftë se ti kujdesesh apo në vështrimin tënd ti ke në radhë të parë popullsinë, atë qytetarin e përditshëm në jetën e tij të përditshme, që ai të mos thyej këtë kontratë, po ta ngjizi dhe ta mbajë të lidhur këtë që quhet komb, këtu nuk është më çështja vetëm e të qenurit me ata që e kanë jetën më të vështirë, me ata që kanë jetën në kushte më të thjeshta,
por është shumë më tepër është për të kujtuar për rrënjët e kundit. Kjo është e para. E dyta që mos nxitohem, por dhe të mos vonohem në arsyetimet e mia. E dyta, në filozofi dhe të punoj në fushën e filozofisë, me thënë të drejtën, është profesioni im i origjinës, i pari, më i dashuri për mua. Në filozofi thuhet një gjë që problemi është të jetosh sipas vlerave, jo sipas pushtetit. Në filozofi që nga Platoni e këtej, po dhe në fe, që është një motor e filozofisë, thuhet se i pushtetshmi, i fortë, i pasuri kanë më shumë mundësi të bien në thonjt dhe në kurthin e vesit, dhe nëse do të orientohesh më mirë te virtuti, virtuti i takon atij që është i privuar nga këto dy kurthet, të cilët janë pushteti dhe pasuria. E fundit është se unë në modelin tim që kam përpunuar pas 30 vjet pune, unë konsideroj që modeli social, politik i Shqipërisë sotme ka defekte të jashtëzakonshme. Dhe këtë e kam thënë në vite edhe në librat e mi. Çka po ta përmbledh, do të them që ne kemi ligje të cilat janë antikushtetuese. Ne kemi një kushtetutë e cila dhe ashtu është gjysmake, por dhe ai gjysmake sa ç'është nuk zbatohet. Unë shikoj që vota e elektoratit tjetërsohet, që ata që zgjidhen si deputet apo përfaqësues të popullit janë shumë larg këta përfaqësues të popullit. Unë mendoj se shqiptari sot është i privuar nga prona. Unë mendoj se ekonomia e tregut në Shqipëri është krejtësisht e devijuar në mënyrë subjektive dhe politike, jo vetëm sot, por në 30 vjet. Unë jam i mendimit, dhe këtë e kam me argumentat përkatës, me të dhënat përkatëse, unë mendoj që modeli ekonomik i Shqipërisë është investoj në modele ekonomike gigandomane, të cilat nuk japin as punë, nuk shpërndajnë as pasurinë tek qytetari. Dhe në momentin kur qytetari nuk ka fuqi blerëse apo largohet nga vendi, kush e pson? E pson biznesi, e pson ekonomia. Media ngelet pa spektator, pa telespektator. Stadiumi mbetet pa sportdashës. Agjencitë e sigurimeve mbeten pa njerëz që duan të sigurohen. Bëhen libra, s'ka lexues. Shkolla humbet studentin, e i gjithë sistemi bie në momentin kur ky sistem nuk funksionon për masën e gjerë të popullsisë. Këto janë përgjigjet e mia. E qartë. Dhe të gjithë këto element bën që ky popull, për herë të parë në këto vite tranzicioni dhe demokracie të ngërdheshura së bashku, të dalë në rrugë, të kërkoj më shumë, të emërtoj personat që e bën këtë vend të duket edhe të shijohet keq, dhe ndonse jemi mësuar të kritikojmë përpara se të sugjerojmë, të ankohemi përpara se të veprojmë, realizuan një ndër protestat më shembullore evropiane. Por, dhe sikurse grekët thon profesor, ju besoj e keni dëgjuar këtë fjala por i prish të gjitha, kjo është e cënueshme. Në këndvështrimin tuaj, nga çfarë apo kush? Tjetë e cënueshme protesta, thoni? Apo e cënueshme ekzistenca e saj? Shikoni, unë kam pasur një problem profesional dhe ekzistencial në këto 2-3 dekada të fundit, sepse në qoftë se unë ju fola pak përpara që, shikon, në bindjet e mia, në
në atë që unë kam, si të thuash, mendimin tim të brendshëm, ai mendim është që sistemi që kemi ka shumë vese dhe vesi më i madh që vjen nga modelimi i tij ashtu siç është se ndërton institucione ekonomike, sociale, politike që janë bosh. Çdo të thotë është një, si thua, një institucion, një tërësi instituciones bosh, do të thotë që përjashton qytetarin masiv. Mirë po, pa ulur as pak vlerën e qytetarit që bën jetën e tij, i cili nuk ka as formim në filozofi, nuk merret as me studime, ai shikon jetën e vet, po aq i mençur, po aq i arsyeshëm sa kushdo. Unë prej vitesh kam thënë që nëse dikush do të mendoj, do të bëj studiusin, duhet të pranoj një barë të madhe mbi shpinën e vet. Në qoftë se nuk mban këtë barë mbi shpinën e vet, çfarëdo mendje të shkëlqyer që të ketë, nuk mund të bëhet studius. Cila është kjo barë? Kjo barë është vetmia. Sepse tek e vërteta arrihet vetëm. Nuk arrihet as me familjen, as me shokët e ngushtë, as me miqt, as me kolegë, as me komshinët, as me grupin social. E vërteta arrihet me një punë shumë voluminoze që ty t'i kushtosh jetën, dhe në një moment caktuar ajo është në mendjen tënde, dhe me të ti je vetëm, dhe je vetëm në kuptimin që në qoftë se ke përpunuar atë mendim dhe të tjerët nuk e kanë, do të thotë që të tjerët e kanë shumë vështirë ta pranojnë. A shkon kjo paralel me mendimin që me kërkesën, rrugtimin drejt të vërtetës ti duhet të jesh gati të braktisësh nga ata që i kishe afër? Po. Dhe jo vetëm të braktisësh, po të ndihesh vetëm. Dhe jo vetëm të ndihesh vetëm, po dhe të mos i marrësh inat ata. Mos i cënosh ata. Ta pranosh kritikën e tyre. Ta pranosh një lloj mendimi që ata mund të kenë për ty dhe mund të thonë që mori e gabim. Dhe shpeshherë në Shqipëri thuhet që e vërteta është pronë e shumicës. Jo, e vërteta nuk është pronë e shumicës, e vërteta është pronë e pakicës. Mirë po nga politika, meqense ai që merr vota më shumë thotë unë jam i mbështetur më shumë, pra unë e kam të vërtetën, jo, nuk është kështu. Sidomos në shkencë dhe në dije, e vërteta është pronë në thojza e minoritetit. Pra duhet pranosh vetmin. Në momentin kur ti pranon vetmin, ti fillon të përpiqesh që ta shprehësh mendimin tënd dhe ti ndihesh i braktisur. Sikurse unë, për shembull, në jetën time mundet që modeli që unë kam përpunuar është i gabuar, nuk pretendoj asgjë. Unë po flas që është e vërteta ime. Problemi është që ti nuk e ke mbështetjen. Megjithatë ti thua që në një moment saktuar unë do ta verifikoj të vërtetë, ose do të shikoj që kjo secën, ose mund të konfirmohem. Çfarë ndodh tani? Ndodhin situata ku qytetarët dalin në rrugë, s'është se kanë dalë vetëm sot, kanë dalë në 90-ën, kanë dalë në 97-ën, kanë dalë në 2011-ën, e të tjera, kanë dalë dhe tani në formën më të fortë. Në këtë moment, apo në këto vite, ti dëgjon nga qytetarët gjithnjë më shumë dhe thotë, po ja, ne na pëlqen mendimi yt, dil edhe në tribunë, në shesh, edhe si të thuash, shpalla në shesh këtë. Pa bëu dhe propagandist, bëu dhe politikan, krijo dhe parti. Jo, kjo nuk bëhet. Dhe ty të duket se i zhgënjen njerëzit.
Unë shpeshherë në vizët e fundit kam thënë, shiko, detyra ime është të bëj këtë punë që bëj. Detyra juaj është sheshi. Apo është rezistenca në jetën tuaj, apo është vota. Të gjithë instrumentat demokratik që ka një shoqëri. Po mos kërkoni, sepse masa ka kërkuar dhe thotë ç'bëjnë intelektualët. Duhet kujtuar se intelektuali është një shtresë e cila është e pastër nga çdo interes dhe zbulon një të vërtetë e cila meqense është e vërteta, është e barabartë për të gjithë, pra intelektualët janë bashkë, pra në qoftë se intelektualëve ju mbushet mendja të veprojnë, ata veprojnë. Jo, nuk është kështu. Pse? Profesor, ndoshta vjen kjo si rrjedhojë e faktit që ne kohët e fundit jemi të ngatëruar mbi emërtimin intelektual që po keq përdoret dhe po e shohim si një pelerin që po e merr përsipër cili do që e ndjen veten se mund t'i siguroj vetes një certifikat apo një diplom? Po, ju keni të drejtë për këtë, po unë nuk do të dëshiroja të hyj këtu sepse kjo kërkon emisione të tjera se kush është intelektuali, çfarë quajmë ne, si ka ardhur ky koncept në jetën tonë, ju keni shumë të drejtë. Por unë këtu po them vetëm që masa ka thënë çfarë bëjnë intelektualët. Unë jam përpjekur t'ju them, shikoni, intelektualët nuk janë një grup i vetëm, janë shumë të ndarë, sepse e vërteta nuk është një, ka të vërteta të plurale, të shumëllojshme. Intelektuali nuk është një ëngjëll. Ai dia në vetvete nuk është e barabartë me virtutin. Prandaj mos shpresoni tek intelektualët aq më shumë se intelektuali është një qenie shumë e brisht dhe në jetën politike politikani fuqishëm nuk është intelektuali fuqishëm. Dhe kam pasur shumë vështirë ta shpjegoj dhe kur s'kam arritur të kuptohem. Sigurisht të traktatet filozofike, këto janë ABC-ja, por ta shpjegosh këtë në mas, kjo nuk është kollaj. Tani ndërkohë shikohet kjo rezistencë, kjo protestë në shesh, këto kërkesa që dalin, kjo pakënaqësi, cila është përjetimi im, nga njëra anë keqardhje. Pse keqardhje? Keqardhje sepse për të disa të herë në historinë e Shqipërisë, pushteti në Shqipëri nuk ka instrumentat që të vetë korrigjohet, të kuptoj se është në një rrugë ku duhet të korrigjohet dhe çfarë duhet? Duhet të ndodhin lëvizje masive në rrugë që pushteti të kuptoj që e gjithë propaganda që ka bërë është e gabuar. Dhe sot ne, unë atë që konsideroj më të madhe në këtë protest është fakti që në një farë mënyre, edhe siç u tha, i tregoi pushtetit pasqyrën dhe i tha ja kush është rezultati mbi ne si masa të qeverisura, gjë që kërkon një marrje përgjegjësie morale veç të tjera, është jashtëzakonshme nga ana e atyre që qeverisen, dhe në këtë moment përsëri ka thirrje nga njerëz që me të drejtë thonë, por ç'a bëni ju, ç'a bën ti? Çfarë bëj unë? Unë e kuptoj atë thirrje dhe them 30 vjet unë nuk i kam thënë kujt ç'a bën ti. Kam thënë aq mund të bëj dhe është detyra ime për ta bërë. Ndërkohë, ajo që ndodh është detyra e qytetarit. Dhe qytetari bën në këtë protest atë që duhet të bëj. Një çik me vonesë, po bën atë që duhet të bëj. Ky është mendimi im. Mendimi im është se qytetari në rrugë me qënjen e vet atje tregoi të vërtetën më të madhe. Cila është e vërteta? Që na keni përjashtuar dhe në momentin kur në modelin tim teorik që unë e kam në librat e mi, konsideroj se ky qytetari është përjashtuar, shikohet kjo kontradikt thelbësore në shoqërinë shqiptare, ku nga njëra anë janë institucionet, nga ana tjetër janë qytetarët, gjë që është një çarje shumë e rrezikshme në kombin tonë. E qartë. Unë dua të bëj një devijim të vogël, por jo se largohem nga ju. Ndalem tek ndëshkimi i dytë i Evës. Dhe tek personazhi kryesor, Adrian Nuri.
Andan ai profesor të njëjtin opinion si ju për shqiptarët e sotëm? Tani, ju e keni fjalën për një nga personazhet e rëndësishme të romanit tim të fundit, Ndëshkimi i dytë i Evës, të botuar nga shtëpia botuese Papirus, për cilën unë ju falenderoj që e sillni në bisedën tonë këtë personazh, Ardian Nurin, dhe thjesht për publikun tuaj dy fjalë. Ardian Nuri është një intelektual, një antropolog, i cili zhytet në studimin e mitit të lashtë të krijimit të njeriut, të çiftit parë njerëzve, Evës dhe Adamit, dhe atje përpiqet të zbuloj se çfarë mësimesh vijnë nga ky mit i lashtë. Në një moment të caktuar, pushteti, ata që përfaqësonin pushtetin në roman, kanë vënë një qendër e quaj, i ofrohen Ardian Nurit dhe i thonë: shiko, a ke mundësi që këto rezultatet e studimit të na japësh ne, se ne kemi nevojë ato për të njohur natyrën e njeriut, se ne duam ta transformojmë këtë shoqëri. Por na duhet kuptimi që duhet kemi për njeriun, se nuk e kemi, dhe ne si kundërpesh do t'ju paguajmë, do t'ju subvencionojmë në studimet tuaja. Ardian Nuri ka nevojë për këtë mbështetje financiare dhe e pranon kontratën. Dhe në një moment të caktuar ai kupton, mbas një kohe, kupton që të gjitha ato raporte që ai ka bërë, ku në një farë mënyre në thonjza ka shitur rezultatet e studimeve të veta, shikon që ato janë përdorur kundër njerëzve, sepse qyteti ku ai jeton, nga një qytet që është i ndërtuar mbi paqen sociale, mbi raportin shumë të mirë me natyrën, mbi solidaritetin familjar, kthehet në një qytet të betonit, të vetmisë dhe të një mjedisi ku njeriu i merret fryma nga hekuri, nga betoni, nga zhurmat, nga vetmia, dhe thot: kam bërë gabim. Kthehet përsëri në ndërgjegjen e vet dhe thot: unë do mobilizoj tashti njerëzit që këtij modeli social t'i vijem ball për ball dhe ta ndreq, ta korrigjoj. Vjen që ta bëj këtë gjë dhe çfarë shikon? Shikon se miqtë e tij nuk janë më aty. Shikon se në ish lagjet e qytetit ku ai kishte marrëdhëniet e veta, njerëzit nuk janë më, kanë ikur. Qyteti është boshatisur, asnjëri nuk njeh më asnjëri. Dhe në atë moment ai thot: është e pamundur, është shumë vonë. Pse? Ai konsideron banorët apo qytetarët në këtë mënyrë që kanë reaguar me vonesë në një pikë ku e keqja ka shkuar në stadin e moskthimit dhe ku solidariteti social është shumë i vështirë për të krijuar në një shoqëri të vetmisë, të ikjes madhe dhe ku askush nuk njeh më askush. Ky është perceptimi që ka Ardian Nuri si personazh për qytetin e tij, për njerëzit e tij. Ai e përpunon këtë, e ndjen me një trishtim të madh. Ju do të thoni që a jam unë Ardian Nuri? A është Ardian Nuri unë? Ai është një personazh i cili është i zhytur në një kontekst të caktuar, me gjithë dramacitetin e vet, me trishtimin e vet, dhe shpeshherë letërsia e çon personazhin e vet në pikën tragjike ku s'ka kthim. Unë tu ndryshoj duke thënë se megjithatë ka një shpresë. Ka një shpresë sepse unë mendoj me atë që kam parë, me atë mobilizim qytetar, mendoj se njerëzit kanë akoma energji, si brenda vendit dhe jashtë vendit, për ta ndërtuar një model tjetër të ri që t'i integrojë ata.
Shumë interesante. Por mbetemi tek Gjeneza, tek kopshti i Edenit dhe si për paralelizëm, një kopshti i Edenit, jo ai origjinali, është ndërtuar edhe brenda godinës më të pushtetshme në Shqipëri, brenda godinës së kryeministrisë. Sa paralele mund të heqim me atë origjinalin, apo sa anon nga metafora e Sodomës dhe Gomorrës? Po, unë nuk kam qenë ndonjëherë brenda atij konstruksioni, por çfarë kam parë të raportuar nga media, të nxjerrë nga kamerat, dhe në një farë mënyrë them që një shtet sigurisht kanë nevojë që të jetë serioz, të ketë një imazh, sigurisht duhet të ketë disa mjedise ku të jenë mjedise simbolike ku të priten personalitetet të huaja, ku të bëhen takime shumë të rëndësishme, pse jo dhe mbledhje qeverie, dhe të ketë një strukturim, një estetik të harmonishme, të bukur, dhe fundi fundit ne këtë kulturë e kemi të transmetuar edhe nga vitet 30, 40, bile dhe më vonë, ku ndërtesat e bulevardit, ndërtesat e institucioneve kanë qenë pompoze në raport me mjerimin apo me thjeshtësinë e jetës tiranase. Kështu e kanë pasur dhe perandorët, kështu e kanë pasur edhe mbretërit kanë dashur të themelojnë qytete apo shtete, dhe në një farë kuptimi sigurisht që duhet bërë kujdes. Që nuk mundet që një imazh i vërtet i një shoqërie dhe një kombi të kufizohet brenda interioreve, hapësirave të brendshme të institucioneve shtetërore ose të një institucioni shtetëror. Pse? Sepse hyn në kontrast me atë mjerimin e peizazhit që ne kemi në bie fjala në periferinë e Tiranës. Imagjinoni një huaj që bën një shëtitje me makinë, ku diun në Bathore, në Paskuqan, në Kamuz, ku diun në vende të ndryshme, në rrethina të ndryshme, apo që me rrugën e Ndroqit apo rrugën dytësore për të shkuar në Vorë anash autostradës, ku gjendja e asfaltit dhe e xhades është në ditë të hallit, apo rrugë dytësore në pjesë tjera territorit, apo kur sheh gardhe, fasada, të cilat janë apo njësi shitje, apo kur sheh se si tregtohen produkte ushqimore, fruta, zërravate, apo kur shkon në qytete që ti sheh njerëzit që janë të veshur me rroba të vjetra, i kanë bler të përdorura, ku ka një varfëri, këtu hyn një kontrast. Dhe këtu tash kontrasti bëhet shumë i madh. Ky është problemi. Problem nuk është që ndërtohet një kopësht Edeni si vend pritje për të treguar se deri në çfarë vlerash estetike mund të shkojë mendja shqiptare, kjo s'është keq, por kur ti shikon kontrastin pastaj me shkallë pallatesh të vjetra, me fasade pallatesh, me ndërtesa, me trotuaret, me gjendjen e pemëve në për qytete të ndryshme, me gjendjen e arave, të kanaleve, të brigjeve, të lumejve, të plerave, të mbeturinave, të aromave që dalin nga kalbëzimi i mbeturinave urbane, këtu fillon cinizmi.
E qartë. Kjo është ndarja ime. Kjo është ndarja ime. Kopshti e Profesor, Denit, po, ju lutem. mbarojeni. Kopshti e Denit, unë e marr që nuk kanë dashur të mendojnë se këtu qarkullon Zoti që ngjiz njeriu, që këtu është paqja mbi të gjitha dhe por termi kopshti i Edenit është me dy presa, se kopshti i Edenit do thotë që aty është virtuti, po aty është dhe mëkati. Shumë e bukur si mbyllje. Nuk më hiqet nga mendja ajo që thatë pak më herët. Kushdo që kërkon të vërtetën, thoni ju, duhet përgatitet të përballet me vetmin. Dhe natyrshëm pyes. Kush është më i vetmuar sot? Populli apo pushteti? Atëre, pyetja është shumë e mirë. Unë pak e përgjigjen që dhash diku, po shkarazi, ju keni drejt që e rimerrni edhe një herë edhe ma vini në vëmendje. Unë mendoj që në planin si të thuash global, metafizik, janë të dy të vetmuar. Që do të thotë institucionet janë të boshatisura nga qytetarët dhe qytetarët janë të paorganizuar në institucione. Pra në një farë mënyrë, nëse ne kemi këto dy madhësi, këto dy variable, këto të dyja janë të pa integruara dhe gjithë problemi i shoqërisë shqiptare është mungesa e integrimit tyre. Çfarë duhet të them me këtë? Nga njëra anë kemi gjykatat. Por sot një shqiptar i zakonshëm, një njeri i thjesht, shjashin e të dy pa ndonjë privilegj, pa ndonjë pushtet, të kemi një çështje dhe ta kalojmë në gjykatën që zgjidh çështjet civile, vetëm koha që duhet të marri për të mos thënë pagesa e avokatit, zvaritjet, pagesa e ekspertizës, procedurat e ngatruara, së zgjatura, e bën njeriu që të ndihet i privuar nga drejtësia. Nga njëra anë kemi gjykata të cilat nuk mund të them se spunojnë, por janë vënë në atë situatë ku njerëzit e kanë shumë të vështirë të zgjidhin problemin. Marrim një çështje tjetër, institucionin e kadastrave. Po të pyesësh sot shqiptarët, unë jam i bindur, 80% e tyre thonë që ne nuk e gjejmë dot pronën për cilën Kushtetuta na e jep. Dëgjoja pardje ministrin, më duket, i drejtësisë, i cili thoshte se drejtoresha e përgjithshme, drejtori i përgjithshëm i hipotekës i pret qytetarët që kanë probleme me hipotekimin e pronave, me kufit e pronave, i pret për t'i mbështetur. Nuk mendoj se kjo është zgjidhja. E para, kjo tregon që qytetarët nuk gjejnë zgjidhje në asnjë hall, po problemi nuk është që t'i zgjidhë drejtori i përgjithshëm. Drejtori i përgjithshëm duhet të bëjë në atë mënyrë që institucioni në çast çdo shqiptari t'i krijojë mundësinë që pronën e vet ta ketë të qartë, ta marri lehtësisht mbi bazë të dokumentave, jo mbi bazë vendimesh që kundërshton njëri tjetrin. Cili është raporti këtu midis pronarit dhe hipotekës? Është një marrëdhënie përjashtimi. Unë shikoj që, dhe më vjen keq, e trishtueshme, shikosh që nga njëra anë janë deputetët në parlament, janë rreshta policësh që ruajnë kuvendin dhe nga ana tjetër janë protestues. Po si është e mundur që në vite nuk ka ftesa ku çdo qytetar ketë mundësi të thotë unë sot dua të marr pjesë në punimet e kuvendit. Dhe sa të jenë? 100.
mund të krijojnë probleme ata? Nuk besoj pse do krijonin probleme. Sepse do ishin të pranishëm në kafen e hollit të përbashkët ndoshta dhe do dëgjonin biseda që nuk duhen dëgjuar. Po, atje, jam shumë dakord, po të ishin në seancë, bile unë do isha fare mirë të thosha, ju lutem me rregull, në fund të seancës keni vetëm 1 orë për të folur, jepni emrat, 60 minuta, keni 5 minuta, pra i bie, ku diun, 12 persona nga ju mund të diskutojnë, sipas radhës diskutojnë. Po ç'të keqe ka? Imagjino që ndër popull ka njerëz që dinë të flasin më mirë se deputetët. Po shumë mirë. Po shumë mirë. Shumë mirë për popullin. Nuk duhet të pretendojnë deputetët se janë njerëzit më të mençur të vendit. Kur mendon në kohën e Greqisë lash apo të Romës lash, por sidomos Greqisë lash, qytetarët mblidheshin dhe merrnin pjesë në agorë dhe mund merrte fjalën kushdo. Vjen puna 25 shekuj më vonë, ne nuk bëjmë dot të, po mirë se bëjmë dot fizikisht, po në ekran virtualisht, nuk bëhet dot kjo, në mënyrë që njerëzit të kenë mundësi të integrohen, mirë nuk bëhet dot në kuvend, po në këshillat bashkiake të qyteteve, nuk bëhet dot asgjë. Pra e kanë fjalën që në të gjithë spektrin për të përgjigjer pyetjes tuaja ka një vetmi. Nga njëra anë është kështjella institucionale e shtetit, e cila është boshatisur nga qytetari dhe qytetari i cili shlën në fatin e vet dhe ndihet i braktisur nga institucionet. Rëndësi ka që ka ende persona si ju, profesor, që na jepni mësime pa u dashur të flisnin në foltoren e kuvendit, ku ju siguroj nëse do të ishte live, prap nuk do kishte të njëjtën audiencë, të njëjtën vëmendje që duan qytetarët si unë në radhë të parë t'ju dëgjojnë teksa thoni ju mendimin tuaj. Faleminderit që ndat me ne. Ju lutem, faleminderit ju për ftesën tuaj. Suksese. Faleminderit. Faleminderit juve që na ndoqët. Ju kujtoj në fund se Media 60 ka të gjitha rrjetet e saj sociale ku mund të vizitoni në çdo kohë, jo vetëm për pikë, por edhe për zhvillimet më të fundit dhe analizë të thelluar. Ne rikthehemi nesër. Mirë takofshi.